Jam të mirë gjyshe, do të kujtoj me mall, fjalët e tua ishin thesar. Jam të mirë gjyshe, gjyshe jam të mirë, është vështirë më të them. Kjo jam të mirë ishte e rëndë. Jam të mirë krarorit, ishte vështirë t'i thosha. Qofë mallkuaj kjo largësi. Po qaj me zë, sepse burreshën time s'do t'a takoj më. Ja zëk qof vdekja. Pse gjithmonë njerëzit e zemrës duhet t'i humbim. Jam të mirë gjyshe, do të kujtoj me mall, fjalët e tua ishin thesar, dhimbja është dëshmitar. Dëshira për të shkruar tek Olta lindi që në moshën 12 vjeçare, vitin e kaluar, kur ajo zbuloi një lidhje të veçantë me botën e poezisë dhe magjinë e vargjeve. Fjalët u kthyen në mënyrën e saj për të shprehur ndjenjat dhe mendimet më të thella. Në këtë rrugtim të bukur krijues, mbështetja më e madhe ka ardhur nga prindërit e saj, të cilët e kanë mbështetur dhe e kanë përkrahur në çdo hap, duke i dhënë besimin për të ndjekur pasionin e saj. Dashuria gjithmonë ka qenë e madhe dhe prej kohë më parë, por ajo ndodhi në vitin e kaluar në 2025, në fund të marsit, kur unë fillova ta shkruaj edhe librin tim, që sot e kam në duar, i cili titullohet Pranverë në Dallëndryshe. Mbështetja normalisht si çdo fëmijë, edhe imja është prindërit e mi. Ata gjithmonë kanë qenë përkraja ime garantuar dhe nuk më kanë lënë asnjëherë që unë të dorëzohem. Por normalisht i kam marrë përkrahje edhe nga shkolla, nga familjarët të tjerë, nga shoqëria dhe kam pasur vetbesim shumë në vete dhe vullnet dhe nuk jam dorëzuar asnjëherë. Normalisht që për ndonjë njeri mundet me qenë e vështirë, por për mua as pak. Ndoshta këtë e bëm si arsye apo faktor mund të jetë vullneti, mund të jetë dhe dashuria për letërsinë, por për mua ka gjatë ndoshta një vit, por aty kam dashur që dhe më herët ta botoj, por nuk kam dashur një anë ta lë dhe shkollën, por edhe ta lë letërsinë. Që nga fillimi, Olta ka pasur një qëllim të qartë dhe një dëshirë të madhe për të krijuar. Ajo ka shkruar rreth 70 poezi, kryesisht me tema të adoleshencës, duke reflektuar ndjenja, mendime dhe përjetime të kësaj moshe. Ka qenë një kënaqëri dhe ditë e papërshkrueshme, kur prindërit i shikoja buzëqeshin e tyre dhe kënaqërinë në syt e tyre, ka qenë një ndjenje papërshkrueshme. Ndoshta edhe pse kam qenë 13 vjeçare, atëherë i kam kuptuar se ç'a e vlefshme është një punë e gjatë që e bën, me vullnet dhe kam kuptuar se ç'a e vlefshme është. E ajo që kam dashur më shumë është i bëj prindërit kënaqur dhe ja kam arritur. Pra, unë në librin tim i kam 70 poezi, kam pa tema shumë ndryshme, e më shumë i kam gjithë ato temat për adoleshentët, mi jep motiv, kanë qenë fjala e prindit, ka qenë babai, nëna, nën lutem për ty, kanë qenë ëndra, dëshirat, padrejtësitë e shumë tjera. Po, normalisht unë jam duke punu dhe për një libër me tregime, për pas kam dëshirë ta botoj dhe një libër me thënie, sepse gjithmonë thëniet janë të shkurtra, po kanë kuptim shumë të mirë. Një ndër poezitë më të veçanta për të është Jam të mirë gjyshe, e cila mbart emocione të forta dhe një lidhje të thellë shpirtërore. Normalisht është Jam të mirë gjyshe dhe fjala e prindit. Fjala e prindit t'u tregon shumë fëmijëve, adoleshentëve që mos me kalu në atë rrugën ku e shkatron familjen, i shkatron dhe shumë tjerë, duhet që me ndjek rrugën e mirë, me dëgju fjalën e prindit, kurse Jam të mirë gjyshe është një poezi që më ka pëlqyer shumë, sepse aty kam shprehur ndjenjat për gjyshen, se ajo ka ndruar jetë dhe më mungon shumë. Si për çdo fëmijë gjyshja është i lashtë i zemrës dhe për mua ka qenë. Libri i saj jo vetëm që është lexuar nga shokët edhe rrethi i saj, por ka arritur edhe në biblioteka, duke marrë vlerësime dhe përkraje edhe nga shkolla.
Kanë qenë mesazhe shumë të mira dhe më kanë forcu për me vazhdu, që mos me lënë letërsinë, pra kanë qenë nga prindrit, përkraja më e madhe, kanë qenë nga shkolla, arsimtarët, përkraja e drejtorit, kanë qenë dhe nga shumë tjerë si shoqëria, pra kështu kanë pasur shumë mesazhe që më kanë jep motiv. Ato kanë depërtuar edhe në bibliotekën Adhem Shtreli në Pej, ku atje dhe mund t'i gjejnë. Çdo ëndër mund të bëhet realitet nëse ke vullnet dhe besim në vetvete. Olta është një histori